Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio me njëherë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin Muzik Plus në këtë të premte dhe në këto momente unë dua të përshëndes të ftuarën për sot, profesor doktor Irena Nikaj. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku. Përshëndetje dhe është kënaqësi të rikthehem të bashkëbisedoj me ju, po edhe dëgjuesit tuaj të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Faleminderit, e vlerësoj vërtet shumë ditën e sotme dhe këtë bisedë që ne do të zhvillojmë edhe në kuadër të ditës botërore të drejtësisë sociale. Prandaj, pa humbur kohë, unë dua të ndalem pikërisht te kjo. Si e përkufizon sociologjia konceptin e drejtësisë sociale dhe cilat janë ndoshta dimensionet kryesore të saj në shoqërinë moderne? Po. Fillimisht do doja të sillja në vëmendje se dita e drejtësisë sociale është përcaktuar nga Organizata e Kombeve Bashkuara në bashkëpunim edhe me organizata tjera siç është Organizata e Punës, Ndërkombëtare e Punës, me synimin themelor për të ndërtuar një marrëdhënie vlerësimi, analize dhe kritike me atë që ka ndodhur dhe me atë që mund të ndërtohet në të ardhmen për t'i bërë më të arritshme ato që konsiderohen të drejta të patjetërsueshme të njerëzve në kuadër të shoqërive, që është mundësitë e barabarta, përfshirja, aksesi në shërbime themelore, siç janë shëndetësia, edukimi apo edhe mundësitë për të përdorur teknologjinë dhe të drejtat civile, drejtat njerëzore për gjitha grupet që përbëjnë një shoqëri të caktuar apo sistemin shoqëror në përgjithësi. Nga pikpamja e sociologjisë, nëse ne mendojmë shoqërinë si një organizëm të gjallë, disiplina, shkenca e sociologjisë është mjeti që na lejon të shohim thyerjet apo sëmundjet që ka shoqëria, ndërsa drejtësia sociale është projekti për t'i shëruar ato. Lidhja midis tyre, pra sociologjisë dhe drejtësisë sociale, është organike, sepse sociologjia nuk mjaftohet vetëm me përshkrimin e realitetit, por shërben si bazë shkencore mbi të cilën ndërtohen politikat e drejtësisë. Më duhet të them që në përgjithësi në shoqërinë shqiptare sociologjia njihet si një fushë e rëndësishme e kërkimit shkencor, ka një sër arritjesh, por mendoj që edhe për arsye të këtyre vlerësimeve që duam të kemi në kuadër të drejtësisë sociale, mendoj se duhet të vlerësohet edhe më mirë, edhe më saktë, edhe më në mënyrë korekte, ndihmesa, kontributi, roli i sociologjisë i studimeve shkencore sociologjike në shoqërinë shqiptare e cila nuk ka një traditë të spikatur në këtë fushë, por nuk duhet të mbetet duke e mbajtur veten larg diskutimit edhe sociologjik, dhe kur them diskutim sociologjik do të thotë arritjet sociologjike të spikatura, të vlerësuara, duhet të përfshihen jo thjesht në konferenca, por në vendimmarrje dhe në politikat publike që ndërtojnë shoqëri. Duke u ndalur tek perspektivat sociologjike mbi drejtësinë sociale, do duhet të përmendim disa nga kontributet
apo ndihmesat më thelbësore që trajtojnë drejtsinë jo vetëm si koncept moral, por si një rrjedhojë e strukturave shoqërore, midis cilave përmendim teorinë e konfliktit, ku përfaqësuesit më të rëndësishëm janë Karl Marxi dhe Max Weberi, funksionalizmin me Emil Durkheim dhe Pierre Bourdieu me kapitalin apo me konceptet e tij të kapitalit ekonomik, social dhe kulturor. Nëse do të bënim një vlerësim të asaj që ndodh, sepse unë dhe kështu e kam ndërtuar këtë komunikim me ju, që t'ju referohemi kushteve dhe çfarë ofron shoqëria shqiptare e këtij viti, pra deri në këtë moment që flasim. Për sa i përket drejtësisë sociale në Shqipëri, më duhet të them që sot, si një moment shumë i rëndësishëm, është faza ku shoqëria shqiptare në përgjithësi, administrimi dhe politikat kalojnë në drejt asaj që quhet pajtueshmëri sociale me rregullimin me arkitekturën sociale të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që disa ndryshime që ne i kemi parë si vendimarrje e ekzekutivit shqiptar, siç janë Fondi Social për vitin 2026, është një zhvillim kyç për këtë vit dhe janë ndarë rreth 100 milion euro për të mbështetur 65.000 individ në nevojë, kryesisht nëna kryefamiljare, persona të moshuar, persona me aftësi ndryshe. Një tjetër moment i rëndësishëm që ne vlerësojmë është kalimi nga ndihma ekonomike si lëmoshë tek mbrojtja sociale. Pra ne vrejmë një zhvendosje nga ndihma ekonomike si bamirësi tek një e drejtë kushtetuese për të jetuar me dinjitet. Çfarë ofron si sfida viti 2026 si një vit shumë i rëndësishëm në kuadër të këtij trajtimi që ne i bëjmë. Së pari është sfida e administrimit lokal apo e qeverisjeve vendore, kryesisht bashkitë, pavarësisht nga ndryshimet që mund të ndodhin. Pra, në një vlerësim, të themi nga e kundërta, sepse realisht para 2026 ne kemi, nëse vlerësojmë, një proces centralizimi që unë e quaj të padobishëm të vendimarrjes, por edhe të politikave në Shqipëri. Prandaj edhe në kuadër të kësaj përshtatshmërie, sfida e qeverisjes vendore është që drejtësinë sociale ta shikojmë më të lidhur me administrimin vendor, bashkitë, të cilat Korça apo edhe ndonjë bashki tjetër e kanë ndërtuar punën e tyre duke përcaktuar ato vatra të nxehta, kritike të varfërisë përmes vlerësimit në terren nga punonjësit e tyre për t'i evidentuar, por edhe për të marrë masa më tej. Tjetër çështje që shikoj të rëndësishme është çështja e drejtësisë sociale në epokën e inteligjencës artificiale. Dhe ne bashkë me këtë reflektim shikojmë edhe zhvillimin me shumë intensitet asaj që njihet si nën disiplinë e sociologjisë, që është sociologjia digjitale. Pra, në kuadër të sociologjisë digjitale, trajtimet përfshin çështjen e marrëdhënieve të qenieve njerëzore, njerëzve, sistemeve, strukturave sociale me algoritmet, pra me aplikacionet. Çfarë do të thotë kjo? Që në thelb ligji nuk duhet të jetë i drejtë vetëm në letër, sepse mund të ndodhë që algoritmi të shpërndajë bonuset e qiras në mënyrë të njanshme. Pra, gjitha këto kanë nevojë për një konsolidim shumë të vëmendshëm, dhe këtu sociologjia ka një rol të rëndësishëm, gjithë ata që merren, dhe mendoj që një pjesë e madhe ke përfshirë edhe punën time, e kanë fokusuar vëmendjen pikërisht tek ndikimi i inteligjencës artificiale, por edhe si ta bëjmë
humane qasjen, të drejtë qasjen dhe të eliminojmë mungesën e etikës, shkeljet në të drejtat e njeriut, shkeljet privatësi e kështu me radhë. Pra nëse ne do të bënim një përpjekje për t'i përmbledhur, atëre drejtësia ligjore në marrëdhënie me drejtësinë sociale do të kishin fokus drejtësia ligjore, individin dhe shkeljen e ligjit, ndërsa në drejtësinë sociale të lidhur me pikpamjen sociologjike, grupet shoqërore dhe strukturat përbëjnë vëmendjen ose shërbejnë për të ndërtuar ndërhyrjet kryesore. Nëse qëllimi është ndëshkimi dhe dëmshpërblimi nga pikpamja e drejtësisë ligjore, në kuptimin sociologjik, ndërhyrjet janë të lidhura me barazinë e mundësive dhe me përfshirjen. Nëse mjeti është kodi penal apo kodi civil, të cilat gjithë një pjesë edhe i diskutojnë edhe në kuadër të ekspertëve dhe në kuadër të ndikimeve të në shoqëri, nga pikpamja sociologjike theksi duhet vënë tek politikat e sociale dhe tek cilësia e edukimit. Vendimarrja sigurisht që është e kushtëzuar nga koha. Pra nga pikpamja ligjore, drejtësia duhet funksionojë dhe të japë vendimarrje në mënyrë sa më të themi të arsyeshme. Ne e dim që një pjesë e mirë e drejtësisë sot ka ndërtuar një vlerësim publik, por nuk është në gjendje të jap vendimarrje të cilat të ndikojnë drejt për të shpërndarë drejtësi. Çfarë do të thotë nga pikpamja e sociologjisë që ne të parandalojmë pabarazinë apo theksimin, thellimin e saj në disa fusha themelore. Kështu që në kuadër të një përmbledhjeje për këtë çështje, sociologjia na tregon se pabarazia nuk është fat, por është rezultati vendimeve njerëzore dhe drejtësia sociale është forca që tenton të korrigjojë këto vendime. Në Shqipërinë e vitit 2026 kjo do të thotë më shumë se sa thjesht para, do thotë akses në teknologji, mbrojtje nga korrupsioni ndër mjetësve dhe mundësi që talenti të mos varet nga vendi i origjinës apo nga shtresat shoqërore nga cilat secili individ vjen apo jeton. Ju në fakt bët një pasqyrë të përgjithshme, duke përfshirë qoftë edhe instrumentet ligjor, qoftë edhe sfidat kryesore, por edhe duke dhënë një panoramë se si ka ndryshuar apo si kanë ndryshuar të drejtat sociale me kalimin e kohës, cilat si janë duke u shfaqur të paktën përgjatë këtij viti edhe në realitetin tonë në Shqipëri. Kam një pyetje, përmendet ato vatrat më të nxehta të shoqërisë që kanë nevojë. Mendoni se të rinjt apo qoftë edhe çiftet e reja të cilat duan të investojnë, të krijojnë familjen e tyre këtu në vendin tonë në Shqipëri, ka nevojë edhe për më tepër mbështetje qoftë edhe nga institucionet, por edhe si mundet që ne të jemi gjithmonë edhe më tepër afër tyre, përtej atyre personave që vërtet ju i përmendët, qoftë edhe institucionet janë duke vepruar dhe duke i mbështetur. Unë do të përpiqem t'ju evidentoj disa ndryshime të cilat karakterizojnë jo vetëm mjedisin e Shqipërisë ku ne mund të flasim gjatë, por mendoj që ka interes të flasim për rajonin ku jetojmë. Pra, Korça njihet si Paris i vogël. I serenatave, i familjeve tradicionale, por nga pikpamja e konceptit kapitalit social të Pierre Bourdieu, ajo është kthyer në një laborator sociologjik dhe po pëson ndryshime të rëndësishme. Unë po përmend disa prej tyre. Nëse dikur në Korçë, kush të njeh, pra nga vjen, nga cilat familje je, ishe lidhur me mbiemrin apo dhe me lagjen apo me hallën, sot ky kapital ndikohet nga ndryshimet karakterit teknologjik siç është Korça Innovation Hub, konferencat si All Dots Connected dhe ardhja e kompanive me rëndësi për zhvillimin në fushën e teknologjisë si IPAM apo EPAM. Pra çfarë do të thotë kjo? Që në kuadër të analizës sociologjike
në kuadër të grupit kemi kaluar nga lidhjet forta, pra tradicionale të vjetra, në të vjetra jo në kuptimin, por kanë kohë që zhvillohen, tek lidhjet e dobta. Pra, lidhjet e dobta do të thotë që janë shtuar pjesëtarët në ato që njihen si komunitetet të teknologjisë. Një rikorçar që punon në një hapësirë coworking, pra bashkëpunon me një nomad digital, fjala vjen që është nga Berlini apo nga një qytet tjetër jashtë Shqipërisë, fiton akses në një rrjet global që nuk mund t'ia jap asnjë mik tradicional sipas kuptimeve tona të mëparshme. Po ky quhet kapitali i rrjetit në sociologji. Pra, dhe ndryshon. Pra, ne thjesht shpesh shikojmë pasojat, siç është fjala vjen. Të gjithë ata që punojnë në për rrjete dhe kanë të ardhurat nga rrjetet, duhet i deklarojnë të ardhurat e tyre dhe natyrisht edhe të veprojnë sipas ligjit për të ardhurat në Republikën e Shqipërisë. Çfarë ndodh tjetër? Konvertimi i kapitalit kulturor në kapital social. Pierre Bourdieu, pra ka theksuar se llojet e kapitalit, pra që përmend ekonomik, social dhe kulturor, mund të konvertohen tek njëri tjetri. Pra çfarë do të thotë kjo? Që dia ka vlerë si monedhë. Nëse më parë duhet ishe i nderuar, pra kapitali simbolik, për të hyrë në rrjethet elitare të qytetit, monedha e re sot është kapitali kulturor digital, pra aftësia në kodim, menaxhim projektesh, inteligjencë artificiale, të cilat sigurisht që jo nga të gjithë mund të shihen me të njëjtën vëmendje, por ne në fushën e sociologjisë i shikojmë si pikërisht ato pika të cilat mbartin me vete ndryshime të rëndësishme. Ç'do të thotë kjo? Për shembull, një student i Universitetit Fanoli, që merr pjesë në një nga projektet më të fundit që është duke zhvilluar në universitet, projektin Toka, që është një inovacion i lidhur me një nga degët më të tradicionale në Korçë, siç është bujqësia. Ai konverton dijen e tij teknike në kontakte me investitorë apo me ekspertë, të cilët përgjithsisht të vinë nga Holanda. Pra nuk ka nevojë për mbiemër të madh për të pasur peshë sociale, mjafton profili i tij në LinkedIn ose në rrjete të tjera që janë të fokusuara pikërisht në inovacionet teknologjike. Tjetër çështje që mund ta kemi parasysh është prania e nomadëve digital në Korçë. Pra, ata mund të jenë me origjina të ndryshme, por vinë dhe konsumojnë produkte lokale, jetojnë në shtëpi tradicionale korçare apo në ato të reja dhe rrisin vlerën e pronës, natyrisht ata marrin edhe të ardhurat e tyre. Natyrisht që këto fytyra, pra nomadët digjitale, janë fytyra globale, nuk janë lokale. Lokale janë në atë që bëjnë këtu brenda hapësirës së Korçës sociale, por ama ata kanë lidhje ndërkombëtare me tregjet e huaja dhe ky dualitet krijon një lloj të ri të kapitalit simbolik dhe besoj që edhe për vlerësim, unë e kam dëgjuar nga disa aktorë e përmendin Korçën si një hub kozmopolit, pra si një hapësirë, qendër kozmopolite që ka mundësinë të rritë dhe vetbesimin e të rinjve, edhe të inkurajoj ata për të mos emigruar kur nuk kanë arsye thelbësore për të emigruar, por që mund të emigrojnë në mënyrë digjitale. Po. Pra ti jeton në Korçë, por emigron nga pikpamja e punës që bën dhe rrjetit të lidhjeve që ke. Çështje të tjera që unë i shikoj të rëndësishme për t'i përmendur për ju është që bashkë me këto ndryshime teknologjike, prandaj ju fola edhe për nevojën që të mbaj parasysh studime që kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin në lidhje me këto fenomene sociale, është rreziku i ndarjeve të reja në shoqëri. Pra kjo elitë digjitale që kryesisht operon me anglishtën dhe teknologjinë dhe që ndërton një pozicion të ri social, karakteristika të reja të lidhura me kapitalin kulturor apo ekonomik,
ka mundësinë që të ndërtojë një marrëdhënie të pabarabartë me grupe të tjera të popullsisë, të cilët nuk janë të përfshirë ose janë në moshë të tretë dhe natyrisht që kjo lidhet pikërisht me rritjen e çmimeve, por gjithashtu mund të jetë lidhur edhe me vështirësi të karakterit bërjes atyre ritualeve të zakonshme, për shembull qiratë ndryshojnë, çmimi i kafes ndryshon, pra i kafes në kushtet e edhe tregtisë dhe patjetër tek të gjithë ne. Dhe sigurisht që nëse ne duam ta bëjmë edhe më shkencor këtë vlerësim të ndryshimeve sociale, mund t'i referohemi formulës së Bourdieu në një nga librat e sociologjisë, unë e kam përfshirë atë, që fuqia sociale e individëve në kushtet e ndryshimeve të sotme, sigurisht që ka një përqindje ose një shifër 0,2 të lidhur me mbiemrin dhe kohën, një tjetër ka të bëjë prej 0,5 e lidhur me rolin në rrjetet digjitale dhe një 0,3 që e përbën aftësitë teknike në kuadër të kohës. Pra, në këtë kuadër, kapitali social, pra i lidhur me këtë që thash më sipër, nuk është më diçka që e ke, po diçka që e ndërton çdo ditë përmes bashkëpunimit global. Dhe kjo është diçka shumë pozitive për gjithat ata të rinj që janë duke na ndjekur edhe që duan të jenë të suksesshëm në të gjitha këto fushat jetës së tyre për të cilat ne jemi duke folur. E rëndësishme është që të duan të punojnë edhe patjetër ata mund t'ia dalin me gjithçka për të qenë gjithmonë edhe më tepër të suksesshëm, më falni, jo vetëm këtu por edhe përtej kufive të Shqipërisë. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni Gloria Nure me këngën Kjo botë kërkon për një hero. Kërkon për një hero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbret mi mbretën, sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori, dhe vdi që ne të gjejmë shpëti, ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. I plot fuqishmi është heroi, nga zgjedhje vdekjes na çliro, me Jezusin e s'kemi frikë më, djalli ikën para ti, drita e ti do shdrisë mbi kombe, me shtatrësi e do të vi, ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni. Gloria Nure në
në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me profesor doktor Irena Nikaj. Jemi duke folur më tepër në kuadër të ditës botërore të drejtësisë sociale. Prandaj në këto momente dua t'ju pyes në lidhje me instrumentet ligjor, institucional dhe social, cilët janë ata të cilët na shërbejnë për të garantuar dhe nga ana tjetër për të mbrojtur të drejtat sociale në një shtet demokratik. Po. Atëherë në mënyrë të përmbledhur mund të vlerësojmë se në një shtet demokratik të drejtat sociale, si drejta për edukim, shëndetësi, punë dhe mbrojtje sociale, nuk janë thjesht premtime politike, por detyrime ligjore që kërkojnë një grup të tërë kompleks instrumentash për të zbatuar. Pra, unë vazhdoj të mendoj që procesi i përshtatjes ka shtruar edhe më mirë nevojën që ne t'ju rikthehemi cilat janë këto instrumente të cilat mbrojnë të drejtat sociale në një shtet demokratik. Së pari janë instrumentat ligjor. Pra kjo është, si thua, mbrojtja më e fortë që ka qytetari, të cilat janë kushtetuta, Karta Sociale Evropiane, Kodi i Punës dhe ligjet e shërbimeve sociale, si dhe legjislacioni i ri digjital që lidhet me rregullat që mbrojnë punëtorët e platformave dhe garantojnë që algoritmet të mos diskriminojnë në marrjen e atyre mbështetjeve sociale që ka në shoqëri. Së dyti janë instrumentat institucionale, pra ata janë garantët e zbatimit. Nëse ligjet krijojnë mbrojtjen juridike, instrumentat institucionale si gjykata dhe SPAK-u, Avokati i Popullit, Inspektoriati i Punës dhe Shërbimi Social Shtetëror ndërtojnë pikërisht këtë pjesën e drejtësisë reale në praktik. Tjetër instrument shumë i rëndësishëm janë instrumentat social të lidhur me komunitetet dhe me grupet e organizuara brenda tyre, siç janë sado pak të themi të organizuara sindikatat, sepse sindikatat, sado që kanë një rol jo aq thelbësor ende në shoqërinë shqiptare të punës, se kam fjalën, ato duhet t'i kemi parasysh sepse janë në gjendje të sigurojnë ato që njihen si kontrata kolektive. Pra, si një instrument ligjor i cili është i detyruar për të zbatuar nga palët që përfshihen në një kontratë të tillë. Sigurisht që vështirësi dhe probleme ka, por ne duhet të përpiqemi të fokusohemi për ta mbajtur parasysh shumë mirë, sidomos kur vjen fjala për institucione që funksionojnë mbi bazën e kontratave sociale. Së dyti është shoqëria civile, organizatat jo qeveritare ose ato vullnetare, të cilat e kanë bërë shumë edhe me mbështetje të aktorëve me përvojë nga shoqëri evropiane apo Evropa Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse mendojmë që organizata të tilla kanë një rol shumë të rëndësishëm, së pari për të monitoruar mënyrën se si funksionojnë qeverisja vendore apo qeverisja qendrore, por njëkohësisht edhe shikojnë me shumë kujdes. Unë kam shumë të rëndësishme këtë që duhet të theksoj, si përdoren paratë e taksave të publike dhe a shkojnë në vërtet ato për ato destinacione cilat janë të rëndësishme për komunitetin. Shkolla, çerdhe, mbështetje sociale, mbrojtje shëndetësore kështu me radhë. Dhe së treti është në instrumentet sociale mjetet e informimit publik dhe roli i denoncimit publik. Pra, jetojmë në epokën e informacionit dhe ekspozimi ndaj një padrejtësie sociale në rrjetet sociale mund të detyrojë jo thjesht individët, por institucionet të reagojnë me shpejtësi. Sepse të gjithë ne kemi parasysh këtë që për shkak të lirisë për të folur, mundet gjithsecila të artikulojë pikpamje opinione të vetat. Por
do kemi parasysh që e drejta për të folur kushtëzohet edhe nga disa mekanizma dhe rregullime që kanë të bëjnë me marrëdhëniet me hapësirën sociale dhe lirinë e tjetrit. Për ta përmbledhur, si funksionojnë së bashku instrumentat? Pra nëse kemi një situatë, një pushimi të padrejtë nga puna. Po. Instrumenti ligjor është kodi i punës. Instrumenti institucional gjykata administrative dhe instrumenti social që duhet të mbështesë është sindikata. E profesionit, e punës apo e fushës ku shkon. Nëse ne kemi mungesë të një mjekimi të kujdesshëm, të duhur që na takon si një drejtë në institucione shëndetësore. Instrumenti ligjor është e drejta për të pasur shërbim shëndetësor. Instrumenti është avokati i popullit dhe mbështetësi social shoqatat që mbrojnë të drejtat e pacientëve. Nëse ne diskriminohemi nga një algoritëm në kuadër të funksionimit të këtyre mekanizmave në rjet. Çfarë na mbron? Ligji për mbrojtjen e të dhënave. Kush na ndihmon nga pikpamja institucionale? Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Dhe mbështetja sociale do të vijë nga media digjitale. Pra, shpeshherë ne duhet të mendojmë që aty ku ndodh ndoshta, aty duhet të vijë së pari edhe më falni reagimi i parë publik. Pra, nëse do të përcaktonim sfidë më të madhe, sfidën më të madhe të vitit 2026, është pikërisht që burokracia e padukshme bën që duke kaluar nga shërbime drejt për drejt ato digjitale, gjithë grupet sociale, përfaqësuesit, aktorët duhet të kenë njohuri, dije, kompetencë digjitale. Por, nëse një i mëshuar nuk di të përdor platformën, që është në funksionim, bile edhe për ata që dinë shpeshherë mund të ketë vështirësi, atëherë atij cënohet e drejta sociale, pavarësisht se ligji e garanton këtë. Pra duhet të bëjmë gjithmonë një marrëdhënie sa më rapat, të ndërtojmë një marrëdhënie dhe të vlerësojmë, një marrëdhënie sa më reale midis asaj që shkruhet dhe asaj që zbatohet. Profesore, duhet të të pyes në këto momente se si kanë ndryshuar të drejtat sociale me kalimin e kohës dhe cilat janë ndoshta sfidat kryesore që përballen sot. Po. Sigurisht që për gjithë ne që kemi një formim të tillë në këtë fushë, e konsiderojmë ndryshimin si evolucion. Pra, e kalimit nga njeriu si subjekt i mëshirës tek një mbartës i të drejtave të patjetërsueshme. Pra drejtat sociale nuk janë çështje mëshire, janë çështje e diçka e të patjetërsueshme. Pra ti e ke këtë për shkak se je njeri. Evolucioni historik mbështetet tek momente të tilla siç është miratimi të drejtave civile, që është realiteti i shekullit të 18, pra duke u mbështetur tek liria individuale, fjala, besimi, e drejta e pronës, dhe këto konsiderohen të drejta negative sepse këtu shtetin thjesht duhet të mos ndryjë. Pra duhet i respektojë, por të mos ndryjë. Të drejtat politike janë të lidhura me shekullin e 19 dhe fillimin e shekullit të 20, pra lufta për të drejtën e votës, për akses dhe pjesëmarrje në qeverisje, ndërsa të drejtat sociale janë realiteti pas luftës së dytë botërore, viteve 50, pra lindja e shtetit të mirëqenies, dhe këtu e drejta për ushqim, e drejta për stërim, e drejta për mbrojtje shëndetësore bëhen të drejta pozitive. Shteti duhet të veprojë aktivisht për t'i garantuar ato. Në këtë kuadër ne mund të diskutojmë edhe për çfarë sfidash kemi në këtë kuadër, nëse ju keni interes. Pra sigurisht që kanë të bëjnë me atë që quhet ekonomi e gigave, ose gig economy, pasiguria e punës është e lidhur me këto sfida, plakja e popullsisë dhe problemet e skemës së pensioneve, drejtësi algoritmike, përjashtimi digjital, kriza klimatike dhe refugjatët social të lidhur me të. Pra gjitha këto janë të lidhura ngushtë me problemet që ne duhet i mbajmë parasysh.
tjetër moment i rëndësishëm ka të bëjë me rritjen e sigurisë përmes riaftësimit, ritrajnimit. Pra kjo është një problem themelor, të cilat sidomos grupet që janë të lidhura me punësimin mund ta kenë sfidë më vete. Që nga institucione si edukimi, shëndetësia, administrata publike dhe deri tek sektorët të tjerë që lidhen me biznesin, me manufakturën e kështu me radhë. Pra, ajo që unë mendoj se ne duhet ta kemi parasysh, do duhet të jetë e lidhur ngushtë që të drejtat sociale duhet të shikojmë të pa zgjidhura nga çështja e kontratës sociale. Në Shqipërinë e vitit 2026, mbrojtja më e mirë për këto të drejta është aktivizmi përmes mekanizmave të rinj të konsultimit publik, përdorimit të platformave ligjore për të kërkuar llogari. Kjo është drejta jonë si qytetar dhe qytetare. Cilën duhet ta vëmë gjithmonë edhe më tepër në zbatim. Cilat forma të pavarësisë sociale janë ndoshta ato më të dukshme sot, qoftë edhe në disa aspekte kryesore, sikurse është ai ekonomik, arsimor, territorial apo edhe të tjera. Po, është një nga çështjet themelore. Në këtë kuadër unë jam përpjekur që ta artikuloj këtë dhe në punime apo në mjedise publike. Problemi i parë themelor i shoqërive të sotme, edhe në kuadër të ndryshimeve që kanë ndodhur, është pabarazia ekonomike në rritje shumë eksponenciale. Pra rritje eksponenciale. Dhe endeku ekonomik nuk është thjesht midis të pasurve dhe të varfërve, por midis atyre që zotërojnë asete kapitale, pronë aksione teknologji dhe atyre që jetojnë vetëm me pagë. Dhe këto pastaj përballen me inflacionin, me ndryshimet që inflacioni dhe këto zhvillimet ekonomike kanë shfaqur. Tjetër çështje themelore për në gjykimin tim është pabarazia gjinore, sepse pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur dhe ne jemi realistë në vlerësimet që kemi, për shembull, mundet që të ketë më shumë ministre gra në qeveri se sa burra. Por kjo nuk ka të bëjë me cilësinë dhe thelbin e paksimit pabarazisë gjinore, sepse ende kemi një sasi të madhe fushash ku funksionon puna e papaguar, pra do thotë që gratë dhe vajzat nuk kanë ato mundësi dhe ndihma që do ta zvoglonin kohën e punës papaguar. Së dyti vazhdon të jetë i pranishëm dallimi gjinor, ai që njihet si endeku i pagave, gender pay gap. Pra gratë pavarësisht nga puna që bëjnë e barabartë me burrat mund të mos paguen ose të gjenden mekanizma kështu yçkla në variantin korçar që t'i pengojnë të paguen në mënyrë të barabartë. Tjetër çështje ka të bëjë me pabarazinë arsimore në edukim, pra mundësi të aksesit në edukim. Dhe që lidhet më shumë me ndekun digjital dhe ndekun e cilësisë, për të marrjes së një edukimi cilësor. Nuk është thjesht çështja e edukimit publik apo privat, po është më shumë çështja e mundësisë për të patur ato kushte të cilat nga pikpamja infrastrukturore ndikojnë në cilësinë e edukimit. Fjala vjen një shkollë në periferi dhe një shkollë në një qendër të banuar, të zhvilluar urbane kanë dallime thelbësore. Dhe kështu që tjetër ka të bëjë me aftësitë për të punuar me bashkësinë me inteligjencën artificiale. Pra, shumë nga ata që nuk do të jenë si thua të aftë me shpejtësitë përshtate në këtë fushë do të kenë probleme me punësimin e tyre. Tjetër çështje që mendoj se është shqiptare, por që ne i kishim gjithat mundësitë që të mos e bënim atë, mos e krijonim këtë problem që kanë dhe shoqëritë të tjera rreth rrotull nesh, është
ajo që quhet pabarazia territoriale, marrëdhëniet midis qendrave dhe periferive. Pra, në këtë kuadër nuk është thjesht çështje e vlerësimit kryeqytetit, por përqendrimi i madh i veprimtarive, bizneseve, shërbimeve në Tiranë ka bërë që periferitë të zhvleftësohen, jo vetëm për shkak se s'kan njerëz, por për shkak se mungon vullneti i mirë për t'ju dhënë mbështetje dhe shërbime si qendrave ashtu edhe periferive. Unë nuk e shikoj këtë vetëm si një problem, sepse mund të mos jetë drejt për drejt problemi lidhur me Korçën dhe me rajonin, sepse përgjithsisht mendoj që në Korçë janë bërë përpjekje për ta kapërcyer këtë pabarazi që ka lindur, por megjithatë pabarazia në shërbime do të thotë që ne të shkojmë me shpejtësi drejt braktisjes së zonave të tëra në Shqipëri, të cilat mund të jenë me shumë burime, me shumë mundësi, por që nuk kanë infrastrukturën, nuk kanë shërbime, nuk kanë akses në ato që konsiderohen të drejta thelbësore të njerëzve. Kështu që edhe duke ju referuar indeksit të zhvillimit, Korça me Shqipërinë është ai që quhet indeksi i zhvillimit njerëzor. Korça ka një shifër 0.806, kur mesatarja e Shqipërisë është 0.81. Pra ka një dallim, mund të mos jetë, si thuash, domethënës, sepse edhe Korça konsiderohet si një rajon me zhvillim të lartë, shumë të lartë, por megjithatë unë mendoj që ka nevojë për tu kujdesur në lidhje me disa ndërhyrje të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë me ndihmën ekonomike ose me mbështetjen ekonomike, pra një masë e madhe njerëzish nuk mund të blejnë një pronë brenda një kohe të arsyeshme, strehimin sidomos, që ka qenë dhe vazhdon të jetë problem për shqiptarët, po edhe për grupe të caktuara në Korçë. Çfarë do ta ndihmonte këtë është diçka që kanë thënë edhe studiues nga fusha të tjera, taksimi progresiv dhe paga dinjitoze. Për sa i përket pabarazive gjinore, përpjekja për të ndarë, sidomos atë që është puna e papaguar, duke u përpikur të përfshijmë antarë të tjerë të familjes, nuk është thjesht kjo çështje që vetëm burrat, pra. Antarët e familjes do duhet të bashkëpunojnë më mirë për të reduktuar këtë sasinë e punës papaguar. Dhe natyrisht politikat e kujdesit social mund ta korrigjojnë këtë përmes ofrimit të institucioneve të edukimit parashkollor, siç erdhi edhe Kopshte, që do të mendoj që do të ishte shumë e rëndësishme nëse do ofroshim falas. Pabarazit arsimore, të lidhura kryesisht me përparimet ose me mungesën e përparimeve në fushën digjitale, kërkojnë reformimin e kurikulave apo edhe ofrimin e mundësive për internet falas, sidomos në shkolla. Për sa i përket çështjeve të pabarazive territoriale, kjo mendoj që do të ndihmonte zgjidhja përmes decentralizimit dhe investimeve në infrastrukturën rajonale. Pra, duke i parë kështu në tërësi, unë mendoj që institucionet qendrore dhe vendore i kanë të gjitha kapacitetet dhe mundësitë për të bërë ndryshime të tilla, të cilat do ta bënin Shqipërinë, jo vetëm në qendër, por edhe në periferi, më të jetueshme dhe më interesante. Që sa vjen edhe bëhet gjithmonë edhe tepër e domosdoshme, sidomos duke ju referuar edhe zonave më rurale. Do të kemi një tjetër shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio dhe për të vazhduar bisedën në ditën e sotme. Se un për her këndoj
është marrëzi e di. Kur bota tridon të ketë parë, do të skërcej me gzim, si të shkërcejmë tani. I këndoj dashuri së tënde, 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 i këndoj dashuri së tënde. Petrina Kalavesi në rithe në studio në programit Music Plus për të ndalur në këto momente tek biseda që jemi duke zhvilluar në ditën e sotme. Dhe dua të ndalem tek kontekstin në kontekstin shqiptar, në cilat fusha vreni më shpesh cënimet e të drejtave sociale, ndoshta në tregun e punës, në aksesin kundrejt shërbimeve publike, apo edhe në mbrojtjen sociale, apo edhe ndoshta diçka tjetër që unë nuk e kam cekur. Pra, ju mu drejtuat për çështje të Në kontekstin shqiptar, në cilat fusha vreni më tepër shpesh cënimet e të drejtave në tregun e punës, apo ndoshta edhe në aksesin kundrejt shërbimeve publike, ndoshta në mbrojtjen sociale, po? Apo ndoshta edhe diçka tjetër që unë nuk e kam përfshirë në këtë pyetje. Dhe në fakt nga ana tjetër sa e rëndësishme është ndërveprimi mes politikave publike, angazhimit qytetar edhe në ndërtimin e një shoqërie të drejtë. Unë e kam bërë pak skip atë modelet perëndimore duke i referuar modeleve të tyre perëndimore të shtetit mërqenies, por ju nëse doni edhe mund ta sillni se cilat politika konsiderohen më efektive. Okej. Çfarë duhet kemi parasysh në lidhje me problemet? Pra, në tregun e punës, ajo që duhet kemi parasysh se ndodh ka të bëjë me pasigurinë dhe informalitetin. Pra, nëse i referohemi problemeve që kanë të bëjnë me mungesa në këtë kuadër, megjithëse ka ndodhur reforma në drejtësi, janë krijuar mundësitë për mbrojtje të reja, për ndryshime kështu me radhë. Ekonomia shqiptare vuan nga informaliteti, si dhe burokracia mbetet një sfidë kryesore. Në këtë kuadër, kur fola për tregun e punës, problemet më thelbësore kanë të bëjnë me në raportimin e pagës, sepse edhe pse paga minimale është shritur, shumë punëdhënës deklarojnë vetëm minimumin ligjor dhe pjesën tjetër e japin në dorë. Kjo cënon të drejtën sociale afatgjatë të punonjësit për një pension dinjitos. Tjetër problem ka të bëjë me orët e të zgjatura dhe me sigurinë në punë, sektori ndërtimit apo sektorët e shërbimeve. Në këto sektor mbrojtja nga aksidentet dhe respektimi i pushimeve javore mbeten problematike. Një tjetër çështje në tregun e punës ka të bëjë me diskriminimin e padukshëm. Shpeshherë gratë e moshës së re, aktive, përballen me pyetje diskriminuese rreth planeve familjare, duke cënuar të drejtën për mundësitë barabarta. Për sa i përket shërbimeve publike, aksesi në shërbimet publike shpeshherë është i lidhur ngushtë me atë që quhet endeku digital, të moshuarit apo shtresat më vulnerabël, më të prekura në zonat rurale të Korçës apo në veri të Shqipërisë, mund të kenë vështirësi për të përdorur shërbimet që ofrohen nga e-Albania, nëse nuk kanë një ndihmë teknike. Po shpeshherë kjo ndihmë teknike ofrohet përmes pagesës në qendra të biznesit privat. Kjo cënon të drejtën e këtyre grupeve për të marrë shërbime në kohë, pa asnjë dyshim. Tjetër është cilësia e mbrojtjes shëndetësore ose e shëndetit publik që ofrohet. Në ligj ose me përcaktime ligjore shërbimi shëndetësor është falas,
por ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që shërbimi shëndetësor është një nga problemet më themelore në Shqipëri, sidomos për sa i përket medikamenteve ose mbrojtjes përmes ilaçeve të rimbursueshme, shpeshherë lista të pritjes për ndërhyrje specifike të cilat detyrojnë qytetarët dhe qytetaret që t'i drejtohen shërbimeve private. Dhe kjo sigurisht krijon pabarazi në marrjen e shërbimit, po edhe në çmimin e marrjes së këtij shërbimi. Një tjetër çështje ka të bëjë me mungesën ende të minimumit jetik në Shqipëri. Pra, e parë kjo si një çështje që lidhet me ndimin ekonomike ende të pamjaftueshme për ato grupe që kanë nevojë për mbështetje në shërbimet bazë, duke cënuar kështu të drejtën për një jetesë dinjitoze. Shpeshherë problem ka qenë edhe burokracia e skemave. Kriteret për të përfituar ndihma sociale janë shpesh aq të ngurta sa që përjashtojnë familje që kanë nevojë reale për të mbështetur, dhe shpesh mund të ndodhë që ata që s'ka nevojë të marrin për shkak se skemat nuk janë të kujdesshme për të verifikuar në kohë reale kush ka nevojë dhe kush nuk ka. Tjetër çështje që lidhet me mbrojtjen sociale ka të bëjë me mungesën e shërbimeve të kujdesit, sidomos me grupet e të moshuarve. Sigurisht ne në realitetin edhe të rajonit ku jetojmë shikojmë përpjekje, por në vlerësimin dhe gjykimin tim ende janë të pamjaftueshme për të bërë të mundur një jetë dinjitoze të gjitha moshave, të themi të gjithë qytetarëve dhe qytetarëve të moshës së tretë, sepse natyrisht edhe sot që flasim, pjesa më e madhe e kujdesit për moshën e tretë është i lidhur me mbështetjen brenda familjes. Po, është vërtet. Kështu që nga kjo çështje që lidhet me cënimin e të drejtave, unë mendoj që ne mund të bëjmë ndryshime si qytetare, por dhe si organizime të natyrës jo institucionale, të këmbgulim fort për të marrë informacionin e duhur në kohën e dur për të drejtat tona si qytetarë, sepse nisur edhe nga çfarë u krijua si një nga pasojat thelbësore të pas pandemisë, në gjykimin jo vetëm timin, është cënimi i mënyrës se si funksionon demokracia, sistemi demokratik, dhe njëkohësisht pengesa të shumta që qytetarët kanë, pra me cilat përballen, që lidhen me të drejtat e tyre dhe me vlerësimin, marrjen e përgjigjeve të duhura në lidhje me ato të drejta që ata i kërkojnë ose kërkojnë informacion për të pasur dhe për të njohur. Kurse është dhe e drejta e informacionit. Sigurisht. E gjitha këto, unë mendoj që ne duhet të përpiqemi në mënyrë të vetëdijshme, sidomos institucionet, të bëjnë atë që do ta quaja ndryshimin e duhur për të kthyer tek forma të demokracisë drejt për drejt, pa shumë burokracira, dhe që mendoj se mund të përdoren edhe këto ndryshime teknologjike, jo për t'i penguar qytetarët dhe qytetaret të marrin informacionin apo të përfshihen në mbrojtjen e drejtave të tyre, por t'i bëjnë ato sa më reale, sa më aktive. Si mendoni, sa e rëndësishme është ndërveprimi mes politikave publike, por dhe angazhimin qytetar, pse jo në ndërtimin e një shoqërie edhe më të drejtë? Unë mendoj që nëse flasim për shoqëri demokratike, sistem demokratik dhe ekonominë e tregut të mirë rregulluara në kuptimin
më cilësor të tyre, ndërveprimi midis politikave dhe përfshirjes qytetare nuk është thjesht një drejtë që mund ta përdorësh ose një mundësi që mund ta përdorësh ose jo. Unë mendoj që thelbi dhe cilësia e një demokracie është e lidhur ngushtë me angazhimin qytetar ose me përfshirjen qytetare. Por politikat publike do duhet që ta kenë mirë parasysh këtë nevojë për të përfshirë qytetarët. Pra, qytetarët në thelb përbëjnë atë pjesë aktive që është në gjendje të zbatojë ose t'i njohë, t'i vlerësojë politikat publike. Dhe këto politika publike janë më të afta për ta bërë ndryshimin e dur në jetën e qytetarëve dhe qytetarëve, kur ato janë në gjendje të identifikojnë, të njohin, të vlerësojnë nevojat e qytetarëve. Sepse nëse komunikon me qytetarët dhe qytetarët, nëse je i vëmendshëm e vëmendshme ndaj asaj që ata ofrojnë, është shumë e mundshme përmes ndjeshmërisë që kanë qytetarët, reagojnë. Korça është një mjedis urban që reagon, ka opinion publik që ofron vlerësime, pikpamje, mendime të ekuilibruara, dhe kjo do të jetë një mënyrë shumë pozitive ose një qasje shumë pozitive që të zgjidhë këto nevoja. Për shembull, Korça ka një transport urban, po që nuk plotson nevojat e qytetarëve. Tjetër, ka të pa zgjidhur çështjen e aksesit ose lëvizjes së lirë të moshuarve dhe të nënave me fëmijë. Një tjetër moment i lidhur ose mundësi në lidhje me politikat dhe shërbimin e tyre ndaj publikut është llogaridhënia. Është një nga çështjet më thelbësore të mënyrës se si funksionojnë demokraci. Pjesa më e madhe e institucioneve publike dhe e aktorëve që i luajnë këto role e kanë të vështirë të menaxhojnë llogaridhënien si një kontratë me publikun. Pra, kemi marrë përsipër 1, 2, 3, 4 gjëra. Gjatë këtij 4 vjeçari kemi bërë 1, 2, 3. 4-5 i kemi zënë pak me dorë tjera. Pra, kjo jam e bindur që në mënyrë të vetëdijshme gjithë qytetarët dhe qytetaret, jo vetëm korrespondentët në Shqipëri, e dinë çfarë është bërë dhe çfarë s'është bërë. Mirë po, dhe në nivelin qendror dhe në nivelin vendor, shumica e proceseve nuk shoqërohen me llogaridhënie, që do të thotë ti vëmë disa piketa zhvillimit ton. Tashmë, pavarësisht nga kjo e kaluar, unë mendoj që marrëdhënia me kapitujt e detyrues që lidhen me përshtatjen me strukturën dhe paketat e përfshirjes në Bashkimin Evropian, mendoj që nuk e përjashton dot më këtë llogaridhënie. Midis hapjes dhe mbylljes është pikërisht ky proces i vlerësimit cilësor të asaj që ka ndodhur. Për sa i përket çështjeve të qeverisjes, në modelin që shikoj pozitiv dhe që ka kuptim, pra është diçka që është realizuar pavarësisht nga cilësia në rajonin tonë, është çështja e buxhetimit me pjesëmarrje. Pra, do të thotë që mjetet publike që janë përmes taksave apo përmes grantit shkojnë për ato nevoja, për plotësimin atyre nevojave, kërkesave apo propozimeve që vinë nga qytetarët dhe qytetaret në rajone të ndryshme të Bashkisë Korçë. Tjetër çështje e rëndësishme që mundet të bëhet me më shumë cilësi ka të bëjë me konsultimet.
Në të gjitha bashkitë me sa di funksionon regjistri konsultimit publik, por unë mendoj që përmes rrugëve digjitale mund të jetë shumë e lehtë. Shumë më e mundshme që në kohë reale ne të flasim, bashkëbisedojmë në lidhje me nevojat e publikut për ndërhyrjet e institucioneve qeverisjes vendore. Tjetër çështje e rëndësishme që shikoj të lidhur me angazhimin ka të bëjë me krijimin e hapësirës së besimit. Kjo do të thotë që nëse nuk ka besim, është e pamundur që të ketë ndërveprim ndërmjet të gjithë aktorëve dhe atyre që kanë përgjegjësi publike dhe atyre që kanë përgjegjësi qytetare. Ne jemi në gjendje sot të flasim që kush e bën më të mundur ndryshimin edhe në kuadrin e rrjeteve sociale, të shprehësh me cinizëm apo të ndërtosh një aktivizëm real funksional. Pra, secili mund të zgjedhë që të bëj atë që e mendon, por unë mendoj që aktivizmi ka rëndësi sepse e largon drejt për drejt qasjen në kritikë vetëm kur të preken interesat personale. Po. Tjetër çështje që shikoj si çështje të hapësirës së besimit ka të bëjë me informimin. Pra, pavarësisht nga mundësitë që kemi, ne duhet bëjmë më shumë në lidhje me informimin, sepse informimi krijon edhe atë që unë do ta shikoja si fuqi të grupit. Pra nëse aktorët, qytetaret shikojnë, vlerësojnë, kuptojnë që janë shkelur, nuk respektojnë të drejtat e tyre, ata e kanë shumë më të mundshme të krijojnë grupe, të organizohen për të kërkuar që të drejtat e tyre të respektohen. Një shoqëri, do ta mbyllja, është aq e drejtë sa janë qytetarët e saj të zhurmshëm dhe institucionet që qeverisin atë të vëmendshme. Duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, cili është roli i sociologjisë në ndërgjegjësimin publik dhe në nxitjen e ndryshimeve për më shumë drejtësi sociale sipas jush? Në fakt unë kam pjesën më të madhe të kontributit tim profesional në fushën e sociologjisë dhe natyrisht që jam në konflikt interesi, por do të përpiqem, siç kam bërë, që të tregoj me prova përmes veprave që ne studimin sociologjik, rëndësinë e sociologjisë duhet ta shikojmë më në mënyrë të kujdesshme, jo si një çështje që është edhe kjo disiplinë, sepse angazhimi ose premtimi i madh i sociologjisë, që kur ka lindur si shkencë, është të ndërtojë modele sa më të përparuara të organizimit shoqëror. Dhe premtimi i Kontit është vazhduar të realizohet nga shumë figura të rëndësishme në fushën e shkencës së sociologjisë dhe natyrisht rrjedhoja themelore që sociologjia ka, ndryshe nga kuptimi që ne shpesh kemi për shkencat caktuara që janë diku lart dhe pastaj po u lidhen me shoqërinë, do të bëjnë atë pasqyrimin e madh. Sociologjia është një shkencë që drejt për drejt studion shoqëritë, modelet e organizimit të saj dhe po drejt për drejt përfshihet në çështjet e ndryshimit e përmirësimit të tyre. Atëherë, në këtë kuadër, roli i sociologjisë në raport me drejtësinë sociale mund të krahasohet me rolin e një radiografie. Pra, shikon jo vetëm çfarë duket, por edhe shkon në brendësi të realitetit të një studimi sociologjik për të gjetur gjithë problemet që mund të ketë skeleti dhe muskujt e këtij organizmi të gjallë që është shoqëria. Së pari, disa nga problemet që unë i shikoj dhe i kam evidentuar kanë të bëjnë me problemin e normales apo natyrales. Përpjekja për të kuptuar që varfëria, pabarazia gjinore apo papunësia
nuk janë as natyrale, as normale. Janë produkte të strukturave shoqërore. Dhe në këtë mënyrë nuk duhet të jenë pjesë e një vlerësimi të përgjegjësisë ose fajti individual, por është përgjegjësi sociale. Pra, për t'ju rikthyer një mendimit të Zygmunt Bauman, të përpiqemi që çështjet, problemet apo konfliktet natyrës personale të shikojmë të lidhura si çështje të natyrës publike. Pra, edhe kur jemi pa punë, edhe kur jemi të varfër, edhe kur jemi të diskriminuar, kjo ka të bëjë me arkitekturën e përgjithshme të shoqërisë, që nuk është në gjendje të ndihmojë, të mbështesë, të respektojë të drejtën për punë, të drejtën për jetë dinjitoze, apo edhe çështje të tjera. Tjetër që do doja ta theksoja ka të bëjë me përpjekjen për të dëgjuar edhe ata që janë në gjendje të artikulojnë në çështjet e problemet e tyre, por dhe ata që s'janë në gjendje. Pra dhe ata që janë në qendër dhe ata që janë periferi, dhe ata që janë aktiv dhe ata që janë të marginalizuar. Pra kjo është një sfidë e rëndësishme në këtë kuadër. Tjetër çështje që do të shikoja me shumë interes ka të bëjë me zbulimin e pabarazisë sistemike dhe çështjet e fuqisë. Sigurisht që në kuadër të sociologjisë shpjegohet mënyra si shpeshherë funksionojnë elitat përmes nepotizmit, klientelizmit, të cilat bllokojnë rrugët e suksesit apo rrugën e aksesit me mundësit barabarta për qytetarin e thjesht. Pra, duke kuptuar si funksionon makineria e padrejtësisë, qytetarët mund të organizohen më mirë për ta çmentuar atë. Një vlerësim tjetër që do doja të thosha, dhe që unë e kam pjesë të kuptimeve të mia të rëndësishme në këtë kuadër, ka të bëjë me përdorimin, me funksionalizimin e imagjinatës sociologjike. Vetë koncepti i imagjinatës sociologjike është i lidhur me emrin e Charles Wright Mills, një sociologu të gjysmës dytë të shekullit të kaluar, por që është po aq i rëndësishëm për t'u evidentuar sepse kërkon nxitjen e aktivizmit, nxitjen e ndjenjës së solidaritetit në vend të izolimit, dhe në këtë mënyrë ne jemi në gjendje që vetëdijsimin ta kthejmë në lëvizje sociale, pse jo dhe në protesta, pse jo dhe në kërkesa për reforma. Profesore, unë ju falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndat në ditën e sotme, ka qenë një bisedë vërtet shumë interesante në një tjetër këndvështrim që ndoshta ne si qytetar nuk është se e prekim në përditshmëri edhe aspektin e të drejtave sociale. Kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme, vlerësoj shumë gjithçka që ju keni prezantuar për dëgjuesit tanë. Ju falenderoj edhe unë për bisedën dhe për ato që ndam së bashku në një ditë të tillë që është shumë e rëndësishme, edhe për atë që ne folëm për këto marrëdhënie të sociologjisë dhe rolin e saj në të drejtat sociale. Ajo që do doja të thosha në mbyllje është që pikërisht në këtë kuadër ne duhet ta shikojmë sociologjinë si çështje jo të një vlerësimi nga librat, për atë që ndodh. Sociologjia në kuadër të përgjithshëm përfaqëson vetdijen e shoqërisë dhe shërben si një thirrje zgjimi që na kujton se një shoqëri me drejt nuk vjen vetvetiu, po ndërtohet duke vënë në pikë pyetje status quo-n dhe duke mbrojtur dinjitetin e gjithë secilit. Ju faleminderit. Faleminderit, kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme në programin Muzik Plus. Shkëputemi për të ndjekur një ditë hapësirë muzikore, rikthehemi së bashku vetëm pas pak.